propozu që Albin Kurti ka pranu në orë dhe në Bruxelles, autonomi për veriun, e cila në atë kohë nga elitat e atërshme politike është refuzu. Pra, në 2019 ka ndodhë ajo kthesa ku Kosova largohet prej implementimit ose jetësimit ose marrëveshjes për asociacion dhe hapet ajo ideja që rrajt nuk i ka në 2019, po i ka në 2016 nga State Department që është korrigjimi i kufive. Pra, Amerikanët... Po, ideja e korrigjimit është e qartë, rrajt i ka për State Department. State Department ka qenë në 2016 ka lindë kjo ide në State Department duke pa që dialogu Kosovë-Serbi nuk ka prodhu asë një efekt, asë në teren dhe duke pa që kjo marrëveshje mundet me imbajt të mbyllur edhe të ngujuar edhe të dy shtetet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Dhe Zoti Kurti e ka ringjallë një ide që ka vdek, që ka qenë autonomia substanciale për veri, me ardhmën e tij në pushtet, sepse kush e ka pagzu këtë koalicionin e atërshëm të Zotit Kurti, kur ka qenë kryeministër për herë të parë. Ka qenë Borrelli dhe Lajçaku, dy mbështetësit më të mëdhenj të Albin Kurtit, dhe Zoti Kurti ju e dini me çfarë toni ka folë për Lajçakun edhe për Borrellin. Pra, Zoti Kurti e ka largu ndikimin Amerikan nga dialogu Kosovë-Serbi dhe ka rikthy ndikimin evropian në këtë dialog dhe ka rikthy ndikimin e këtyre shteteve të fuqishme të Bashkimit Evropian, të cilat gjithmonë kanë insistuar në autonomi për veri. Një pyetje personale, Artan, ke qenë njëri prej njerëzve kryesor të Zotit Thaçi, një të kohë deputet sa kohë. A konsideron që mundem me pranu Amerika me pas një shtet jo funksional në këtë rast me një autonomi, pa kurrëzis në adim që a bojnë sëpë në veri. Çdo ditë, edhe pas saj që konsiderohet çlirimi i dytë i veriut, na pishojmë për çdo ditë shantazhet që i bojnë, format e veprimit, çdo gjë. A konsideron që mundem me lënë Amerika prodhimin e vet ose shtetin e marrur prej vetës me një autonomi? A konsideron që mundem me qenë shteti funksional nëse sërt i kanë gjithë këto drejta që dalin për marrëveshjes së orët? Këtë rast është parlamenti edhe arbitrazhi. Po, nëse shet që kanë funksionu Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto 5 dekada, formula nuk ka ndryshuar kurrë. Pra, nëse nuk ekziston një nevojë brendshme, brenda popullit dhe elitave politike në Kosovë për ndryshime, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk aktivizohen. Kur janë aktivizuar Shtetet Bashkuara të Amerikës? Kur ka pas elita politike me Ibrahim Rgovën dikur, i cili ka pas ide qarta se cilën rrugë do të me ndjekë. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra, e kanë mbështet. Ushtria qërimtare e Kosovës, kur ka dalë në skenë, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë mbështet dhe janë koordinu 24 orë që është dëshmu edhe në procesin e Hagës me generalin Clark dhe të tjerë. Pra, sa herë ka ide të cilat e forcojnë pozicionin e shqiptarëve në Ballkan, e forcojnë pozicionin e Kosovës, e forcojnë shtetin e Kosovës, Shtetet Bashkuara të Amerikës së mbështesin. Por ne që jemi duke operuar për momentin, ku në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendosur në gjysmë shtizë, pra marrëdhëniet tona me SBA-n janë në gjysmë shtizë nga një qeveri e cila refuzon çdo projekt të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe refuzon çdo bashkëpunim dhe çdo koordinim me SBA-n. Dhe unë mendoj që në këto rrethana është shumë vështirë me prit një mbështetje radikale të madhe nga SBA-ja. Natyrisht që ajo e mbron trashëgiminë e saj, sepse Kosova është një histori e suksesit, se si është ndërtu, dhe ajo do ta mbrojë trashëgiminë e saj. Për me mshel to, arsyeën e Zotit Kurti pse po do me shumë janë në zgjedhje? Po i prej State Departamentit? Arsyeja pse Zoti Kurti, dhe këtë kanë thonë 2025, me njerë mas zgjedhjeve të para fidan, janë deklarata publike të mia, edhe në atë kohë, kur çdo që i ka dëgju, disi kanë qenë edhe utopike, se s'mundet me bloku vendin kë 4 vjet sa të Trumpi në pushtet. Unë kam thënë edhe po them, sa të është Trumpi në shtëpinë e bardhë. Albin Kurti tashmë ka gjetë formulën me shku gjithmonë në zgjedhje, me qenë gjithë afër parës edhe pushtetit, me pas gjipat e zi të blindum, me pas truprojet 10 ose 15, me pas biletat për aeroplana me shku në përpushimin e Greqi, edhe në përvendet të tjera, por... Ashtë po do më thonë prapë si s'ka me pasë institucione, asë në erbi Zotit Kurti sa të Trumpi në shtëpinë e bardhë? Në këtë mënyrë, unë nuk besoj që Kosova s'ka me pas stabilitet politik për derisa ky merr mbështetjet qytetare. Pra është në dorën e qytetarëve të Republikës Kosovës me dhënë fund kësaj marrëzie, duke mos e mbështet
një politik të tillë që është një politik me u izolu prej Shtetit të Bashkuar të Amerikës.